Pjesa e dytë e emisionit gjithmonë ju kushtohet të ftuarit tanë, ku ne mundohemi deri tek ju shikues të nderuar të sjellim tema të ndryshme, të trajtojmë tema të ndryshme me të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim pikërisht për mjedisin jetësor. E dim që ekologjia në vend ka qenë prej vitesh ndër sektorët më problematika. Dhe këtu me mua sot në studio kemi ekspertën e kësaj fushë dhe njëkohësisht edhe përfaqësuese e Ministrisë të Mjedisit Jetësor, zonja Besa Tateshi. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit, zonja Besa. Mirë mëngjes dhe mirë se ju gjeta. Atëherë mund të na thoni se a mendoni se situata është më e rëndë se sa paraqitet të themi në raportet zyrtare kur bëhet fjalë gjithmonë për mjedisin jetësor? Tani kur flasim për raportet, atëherë do kisha dash, domethënë nëpërmjet të televizionit të juaj edhe në përgjithësi të çojë një mesazh që raporteve duhet besuar. Domethënë nëse raportet thuajnë që situata është e rëndë ose nëse gradon sa e rëndë është situata, atëherë duhet besuar. E tani t'i kthehemi përgjigjes, sa i përket çështjes në përgjithësi të ekologjisë në vend ose në shtet, mund të them që nuk është në nivelin e duhur. Normal ka shumë për të bërë që të mbrim deri tek standardet të cilët sot për shembull na i tregojnë shtetet e zhvilluara ose shtetet evropiane. Zonja Besa, mund të na thoni se cilët janë të themi ato probleme të mjedisore më urgjente që duhet bërë zgjidhje të menjëhershme? Nga gjitha ajo që deri më tani kemi folur mendoj që problemi më kyç është normal ndotja e ajrit, mandej menaxhimi me mbeturinat në shtet. Normal të gjitha ndotjet, tani kur flasim për ekologjinë, ajri është një ndër mediumet që ne më së shumti e ndjejmë, por kjo nuk do me thënë që edhe mediumet e tjera, si uji edhe toka, duhet lënë pas. Normal, ne në përgjithësi temën ekologji duhet ta trajtojmë, të fillojmë ta trajtojmë më seriozisht, edhe t'i përkushtohemi, do me thënë, të gjitha nivelet, nga niveli qendror deri te ai lokal, edhe deri te qytetari thjesht, duhet ta marrim, do me thënë, më seriozisht kujdesin për atë që na rrethon, për mjedisin që na rrethon. Ju e cekët ndotja e ajrit që është një ndër problematika që duhet bërë zgjidhje, ku ndotja e ajrit mund të themi lirshëm që prek shëndetin e çdo njeriu, të çdo qytetarit drejt për drejt. A mendoni se shteti ka reaguar me vonesë ndër vite për këtë problematikë? Tani nuk mund të them me vonesë, po gjithsesi pjesërisht ky konstatim mund të themi që është deri diku i sakt. Faktikisht kur flasim për ajrin, ne kemi filluar të flasim për ajrin prej momentit kur kemi vendosur stacionet e monitorimit. Para asaj, do me thënë 2012, para asaj ne nuk kemi pas, do me thënë, qasje në informatat sa cilësor ka qenë ajri ambiental ose mjedisi pra ku jeton. Nga ai moment kemi filluar të flasim, do me thënë, kemi filluar të kuptojmë që mjedisi që na rrethon, ajri edhe gjithë, siç thash në fillim, mediumet e tjera, janë të ndotura, do me thënë nuk janë në cilësinë e asaj që parashek standardi, dhe që si ministri edhe si shtet, normal si qeveri, duhet filluar, do me thënë, të punohet në mënyrë më të themi më të menjëhershëm. Cilët janë ato hapa të themit e para që parashikon këtë drejtim? Më të kushtuar, do me thënë, rreth problematikës, apo edhe të fillojmë, do me thënë, si që thash edhe në fillim, ta marrim më seriozisht mjedisin ku jetojmë. Se atë që ne i japim mjedisin na e kthen. A janë të themi këto hapat e para që duhen menjëherë të miren? Kur bëhet fjalë pikërisht? Nuk mund të themi që ne jemi të hapat e para. Ne kemi ndërmarrë vite me radh hapa të shumta edhe të tëra, apo. Kemi, do me thënë, transponuar edhe zbatuar direktiva edhe standarde si të Bashkimit Evropian ashtu edhe këto ndërkombëtare.
kështu që nuk mund të themi që jemi të hapat e parë. Mirë po, nga që problematika është shumë problematika e ajrit, ndotjes në përgjithësi, është shumë kompleksa, edhe normal që nuk mund të pritet që brenda natës të zgjidhet gjithçka. Fakti është gjithashtu edhe ajo që nuk është vetëm Ministria e Mjedisit ajo që mund t'i zgjidhet të gjithë problemet. Burimet të cilat normal bëjnë ndotjen janë të shumta, edhe nga kjo ka edhe shumë institucione të cilat janë kompetente për të monitoruar një burim apo të ndotjes. Dhe pikërisht kjo e bën edhe problemin më të komplikuar. Ka më shumë institucione që normal duhet bashkëpunuar për një qëllim të përbashkët. Për një qëllim të përbashkët. Me 12 mars, fabrika e Cimentos Usje do të aplikoj për rinovimin e lejes së saj të integruar. Në fund të janarit, aktivistët e iniciativës Stop për Usjen dhe qytetarët protestuan kundër ndotjes së ajrit. Çfarë masash konkrete emergjente ka ndërmarrë Ministria pas kësaj proteste? Sa i përket cilësisë të ajrit ose ndotjes të ajrit, mund të themi që Ministria vit pas viti është duke marrë hapa konkrete, hapa të cilat deri diku edhe mund të themi që japin rezultate. Vitin e kaluar, në Ministri u formua një grup punues, i formuar nga të gjithë sektorët kompetent në Ministri, me kolegë të cilët pra së bashku e hartuam një plan aksional me aksionet të shkurtra, si që quajmë afat shkurtra, plan i cili do t'jetë për shembull në realizime sipër çdo dimër ose çdo sezon kur ka nxemje. Gjithashtu edhe në nivel qeveritar kemi një plan program i cili përmban aktivitetet të cilat janë pak më afatgjate. Si që për shembull kemi përmend sjelljen e gazit në shtet e kështu me radhë. Pra, si që thash edhe në fillim, tani të koncentrohemi te ndotja e ajrit. Ne si Ministri kemi për detyrë të konstatojmë cilat janë burimet, pra ku është problemi, cili është burimi i problemit apo. Dhe atë disa ere kemi theksuar se burimet kryesore që ndotin ajrin, tani të flasim për qytetin e Shkupit se çdo qytet e ka situatën e vet, nuk mund të themi që çdo qytet në shtet e ka situatën e njëjtë. Pra, në Shkup, nga të gjitha studimet që janë bërë në bashkëpunim me Ministrinë apo në mënyrë vetanake, do me thënë të gjitha studimet kanë treguar ose kanë rezultuar që ndotja kryesore në qytetin e Shkupit ose burimi kryesor prej ku vjen ndotja e ajrit është nxemja individuale. Do me thënë, krejt përderisa një ditë do të kemi një nxemje qendrore që do të kyçe numrin më të madh të banorëve të qytetit, ne nuk do të mundemi të themi që e kemi zgjedhur problemin e ndotjes së ajrit, se ky është një ndër problemet kyçe, apo. Mandej, normal është numëruar, tash nuk dua edhe të përsëritem se kemi thënë disa herë, është problematike edhe transporti, Shkupi është qytet i madh, me numër të madh të banorëve, gati gjysma e banorëve të shtetit ndodhet në Shkup. Transporti urban nuk është në nivelin e duhur, edhe normal. Çdo qytetar, nga që koha sot është shumë e çmuar apo përdorin individualisht automjetet, gjë që është ngarkesë për ajrin. Dhe mandej si që kemi klasifikuar në vendin e tretë është vetë industria, që ka edhe atë përqindjen e vetë në ndotjen e ajrit. Normal, tani Ministria ka ndërmarr hapa, ka ndërmarr aktivitete me të cilat pra mundet direkt të do me thënë të ndikoj në punën e fabrikave nëpërmjet të dhënies të lejeve ekologjike dhe në një mënyrë kemi gjithë industrinë, jo vetëm në Shkup, po në gjithë shtetin, nën kontroll.
Në kontroll nëpërmjet të lejeve ekologjike. Mund të na thoni sa po shqyrtohet mundësia e zhvendosjes së usje dhe ndotësve të tjerë të mëdhenj industrial jashtë luginës së Shkupit? Tani, kjo është një pyetje që mendoj nuk i takon institucionit tonë, ose institucionit që unë sot përfaqësoj. Kjo është çështje që më shumë i takon planifikimit hapësinor ose sjelljet e planeve gjenerale apo të detajuara. Ne si ministri kemi për detyrë që çdo fabrikë që aplikon për lejen e integruar ekologjike të shqyrtojmë, domethënë mundësitë, të shqyrtojmë mënyrën, teknologjinë si fabrika apo operatori e paraqet. Në bazë të asaj t'i japim leje me kushtet të caktuara për atë fabrikë. Dhe krejt përderisa ato kushte të cilat janë të cekura në leje, domethënë zbatohen, ne nuk mund të themi kur gjë. Në këtë drejtim, në rregull jemi. Atëherë, mund të na thoni pak për deponit ilegale. Janë bërë pjesë e përditshme të jetës tonë, të jetës së qytetarëve. Si bëhet deri tani në zgjidhjen e këtij problemit? Si të zgjidhet ky problem? Po, kisha thënë që ky është njësoj në nivel të njëjtë apo me ndotjen e arit edhe me ndotjen e krejt mjedisit. Pra, menaxhimi me mbeturinat në shtet është një pikë që duhet, ose një çështje që duhet zgjidhur sa më shpejt, nga që në shtet ende nuk e kemi të vendosur sistemin e integruar për menaxhim me mbeturina. Pra lindin këto probleme në nivele lokale, nga që normal qytetari nuk ka ku ose komuna vetë nuk ka mënyrë si ta menaxhojë punën me mbeturinat. Por gjithashtu kisha thënë që edhe vetë qytetarët, domethënë ajo vetdia e qytetarit është shumë e ulët, nga që përveç që komuna cakton një vend, një lokacion ku do të bëhet hedhja e mbeturinave, pra ajo nuk respektohet, edhe faktikisht fuget në gjithë shtetin, gjithandej pa bërë një plan, pa bërë një sistem tamam të duhur. Edhe deponit legale mund të themi po rezultojnë të themi problematike. Drislla, mund të themi e vetmja deponi sanitare licencuar, u përballë vitin e kaluar me zjarre të qëllimshme. Ekologjistët flasin madje edhe për ekocid. Si planifikon Ministria të zgjidhë përfundimisht këto problematika? Pra, si që thash, në shtet kemi vetëm një deponi që i plotson standardet, për ato edhe e ka lejen. Zjarret të cilat i përmendet në këtë deponi janë më të ralla se zjarret të cilat janë, domethënë, të egra, edhe janë ilegale. Zjarret ndodhin për shkak se mbeturinat në ato lokacione fugen në mënyrë jo të rregullt, pa respektuar asnjë standard edhe asnjë rregullore. Domethënë, siç edhe e përmenda Ministria, domethënë është në realizim e sipër për ta vendosur këtë sistemin e integruar me menaxhim të menaxhimit me mbeturinat, sistemi i cili parasheh disa deponi në shtet, domethënë çdo region do ta ketë deponin e vet, edhe këto qendrat ku do të mblidhen apo edhe do të bëhet në fakt reciklimi. Kjo është zgjidhja për të cilën Evropa ose fondet IPA na kanë ndihmuar shumë. Njërën pe deponive të cilat janë të para, veç më është duke u ndërtuar, dërsa të tjerat normal do të vinë me radhë. Me radhë. Por njëra është prej IPA-ve, mande kemi edhe Rusinon që ka fonde të tjera përveç fondeve evropiane, kështu që mendoj që dal nga dal këtij problemi i vjen fundi. Por gjithashtu dua ta ceki se edhe domethënë vetë ndisimi i vetë qytetarit edhe në këtë aspekt nuk është që na ndihmon shumë, domethënë ne si ministri, ne si institucion, nuk e di ndoshta e ka nga mosbesimi apo nga diçka tjetër, nuk është që lejohet lehtë të realizohet ky projekt aq i madh edhe aq i nevojshëm për shtetin edhe për çdo qytetar këtu. Se secili është kundër që deponia të ndodhet
në afër qytetit të vet apo afër komunës të vet. Kështu që duhet punuar ende për ta sensibilizuar opinionin ose banorët që do të jetojnë faktikisht derisa të ndërtojnë apo këto deponi, që deponijat me standard nuk paraqesin rrezik për mjedisin ashtu edhe për njeriu. Për njeriu, sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me pushtetin lokal dhe ministritë të tjera? Absolutisht, po. Edhe kush mban përgjegjësi nëse masat që i sjell të themi mirë nuk zbatohen? Do me thënë bashkëpunimi i të gjithë institucioneve që janë pjesë e zinxhirit apo pjesë e hallkës është shumë i domosdoshëm. Do me thënë, nëse një hallkë mungon ose një hallkë rebelohet edhe nuk i bën detyra të themi, krejt zinxhiri prishet apo. Ministria pra punon të themi në nivel qendror, sjell ligjet, sjell aktet nënligjore, sjell gjithashtu edhe detyrat me të cilat komuna duhet ballafaqohet. Detyrat të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit. Siç e ceka edhe lart kur më pyetet kur më pyetet për dotjen e ajrit, nga burimet pra shohim që disa institucione i kontrollojnë këta burimet e ndotjes. Pra edhe këtu, do me thënë institucionet të cilat janë në nivel qendror, pra edhe këtu ka nevojë për bashkëpunim. Ne si ministri kemi për detyrë ta identifikojmë problemin, normal ta shpallim dhe të gjithë burimet të ndikojmë në mënyrë që çdo institucion që ka ingerenca mbi atë burim të veprojnë në mënyrën e duhur. Normal, tani bashkëpunimi mund të them nga ajo puna që kemi bërë vjetë edhe si mjetë me planin aksional, mund të them që është në një nivel, po gjithmonë ka vend për të përmirësuar. Për të përmirësuar. A do të ketë llogaridhënie edhe brenda institucioneve që varen nga ministria? Tani llogaridhënia mund të jepet vetëm qeverisë apo kulmit të menaxhimit me shtetin apo. Ne si ministri, do me thënë, komunikojmë rregullisht institucionet si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror dhe rregullisht u kujtojmë edhe një nëse ka nevojë u rikujtojmë disa herë obligimet që duhet, do me thënë, ti mbushin, se në bazë të këtij plani aksional është detyrë çdo institucioni që është pjesë e këtij plani të raportojë në ministri 2 herë në muaj, do me thënë të çojë në raport, ndërsa ne si ministri bëjmë raportin e muajit dhe e dërgojmë në qeveri. Do me thënë, edhe qeveria është informuar komplet për të gjitha aktivitetet normal edhe për atë sa vetë institucionet edhe vetë komunat janë aktive. A duhen të përfshihen më shumë organizata civile dhe ekspert në hartimin dhe zbatimin e politikave mjedisore? Absolutisht po. Në atë zinxhir apo hallkë që përmenda, një nga hallkat është edhe vetë është edhe sektori jo qeveritar apo. Ato janë faktikisht si të them, janë zëri i popullit, zëri i njerëzve dhe duke i dëgjuar ata, normal dëgjojmë zërin e popullit. Duke u bazuar gjithçka tek qytetarët. Ato janë shumë të nevojshëm, ne gjithmonë si ministri, si institucion kemi qenë shumë të hapur, gjithmonë i kemi thirrë për bashkëpunim, do me thënë me ideja, me gjëra konkrete për të cilat ata mendojnë se mund të zgjidhet një problem. E tani, gjatë sjelljes të një ligji, do me thënë që një ligj të vijë në fuqi, procedura kërkon patjetër të bëhet debat publik, edhe çdo ligj, do me thënë të diskutohet si me sektorin jo qeveritar, ashtu edhe me të gjithë të interesuarit e tjerë. Për shembull konkretisht, kur u soll ligji për ndotjet industriale,
në debatin publik që e kishim patjetër ta organizojmë, ishin të ftuar si industria, të cilët apo do ta zbatojnë ligjin, edhe sektori jo qeveritar. Jo qeveritar. Besimi qytetarëve është i ulët, duke u bazuar gjithmonë tek mjedisi jetësor. Çfarë mesazhi ka Ministria për qytetarët skeptik se diçka mund të ndryshojë në vendin tonë, kur bëhet fjalë gjithmonë për mjedisin jetësor? Këtu mund të them me plot, si të them, bindje? Me plot bindje, faleminderit. Ministria, pra si institucion, punon në mënyrë shumë transparente. Ne kemi web faqen ku shumicën e gjërave i kemi të vendosur aty, gjëra të cilat janë për publikun. Duhet besuar institucionet tani, normal që kërkush nuk është i përsosur, ashtu siç ne si institucione, ndoshta edhe gjatë rrugës apo të punës bëhen edhe gabime, po me rëndësi është që ato gabime të identifikohen, mandej të përmisohen, edhe me rëndësi është që të gjithë duhet ta kenë të qartë që atë ajrin që e ndot një njeri i thjesht, i rëndom, të themi që me... Nuk desha të themi thjesht i rëndom, po që i sektorit jo qeveritar, të njëjtin ajër e thithin edhe sektori qeveritar. Ujin të cilën epim ne, epin edhe ato. Tokën në të cilën mbjellim të gjitha ato gjërat, apo që nesër na vjen si ushqim, të njëjtan ushqim e ham edhe ne. Do me thënë, ne vërtet mundohemi që ta mbrim maksimumin, aq sa mund ta mbrim, gjithmonë mundet më shumë, normal, po duhet besuar. Duhet besuar se mjedisi i pastër është e mirë e të gjithëve. E të gjithëve. Që ndikon drejt për drejt edhe në shëndetin e çdo njeriu. Mund të na thoni tani, si që kemi mjedisin jetësor, pasi që ju jeni edhe eksperte e kësaj fushe, me çfarë note vlerësoni mjedisin jetësor në vendin tonë? Kemi not kaluse apo ende jo? Not kaluse, po, mendoj që po. Ka përmirësuar, ka ndryshuar. Sidomos mbasi e prekëm temën e ajrit, për shembull të dhënat raportet që ne i bëjmë në ministri, tregon nga viti që kemi filluar matjen e cilësisë të ajrit deri më sot, ajo, se si thuhet shqip, krivulla. Aha, nuk më kujtohet edhe mund tani. Okej, do me thënë tregon në rënje. Rënje. Koncentrimi, tani flasim për koncentrimin e grimcave P10 ose plurit, si që njihet ndryshe. Do me thënë nga viti që kemi filluar të masim, e deri më sot, koncentrimi dukshëm ka rënë. Ajo do me thënë që ditët, në përgjithësi ditët që janë mendotje mbi normalen, janë shumë të zvogluara. Nga 200 e diçka ditë që ka qenë në vitin tani nuk e kujtoj, viti kaluar ka qenë me vetëm 80 apo 90 ditë. A standardi kërkon, do me thënë, e merë si normale nëse në vjetë kemi 30 ditë me ndotje të te kaluar. Kështu që ju siguroj, do me thënë, kjo le të jetë edhe një apel tani që të na besoni, se ne vërtet punojmë, do shta nuk dim gjërat t'i shpërndajmë atë shumë me publikun se sa jemi duke punuar edhe qarë jemi duke bërë. Po ja, për shembull, raportet që kisha rastin t'i shoh, apo këto kohën e fundit tregojnë që ajri dukshëm po. Ka. Pas një viti si do t'jetë vendi jonë? Me kur bëhet fjalë për mjedisin jetësor. Tani mbas një viti nuk mund të them që mund të presim ndryshime shumë të mëdha. Mbasi kujdesja për mjedisin kushton shumë. Do me thënë, ne jemi ende shtet në zhvillim, edhe prioritetet i kemi jo si të them, në nivelin e duhur. Në nivelin e duhur. Neve ende trajtojmë çështje sociale, ne ende trajtojmë gjëra të cilat, për shembull, stopojnë zhvillimin e një shteti siç janë shtetet evropiane dhe evropiane të zhvilluara. Me ekonomi më të zhvilluar.
Mund të na thoni në fund mesazhi juaj për gjithë qytetarët e vendit tonë. Ju e cekët edhe më herët se ato që ndotin ajrin më shumë janë nxemjet individuale. Po. Tani po është diçka që është konstatuar me disa raporte. Nxemja individuale është një ndër problemet kryesore në Shkup. Flas për Shkupin. Do me thënë nëse tani prej këtu duhet të jap një mesazh për qytetarët, atëherë do desha të them që edhe njerë ta cek që më duket e thash disa herë, të kujdesemi për mjedisin ashtu si për shtëpinë tonë. Se mjedisi, pra qa i japim mjedisit, atë na e kthen. Sa kujdesemi neve për atë, edhe ajo do kujdeset për neve. Atë pastërti që ne ja japim, atë na e kthen edhe ajo. Pra, nëse i fugim, i fugim mbeturinat gjitha ndej, më besoni gjitha to, disi mjedisi, natyra i mbledh edhe na i sjell në tavolinë. Nëse fugim në ujë gjëra që nuk janë për atje, gjithashtu do të na vijnë në gotë, ose në lëng, ose në çaj, ose kafen ku e pim. Pra, atë që bëjmë, ajo na vjen. Po, bëjmë mirë, gjejmë mirë, bëjmë keq, atë do të korim. Pra, së bashku, si ne, si institucione, edhe sektori jo qeveritar duhet të punojmë shumë. Bitë gjitha njerë të ngrem nivelin e vetëdisimit, qa do me thënë mjedisi, dhe mandej të gjithë bashkë të punojmë në atë që të themi po, ja arritëm, ne sot thithim ajër të pastër, ne sot mbjellim në tokë të pastër, edhe ne sot pim ujë të pastër. Ju faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i dhatë në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditët, por edhe në fund edhe për këshillat që ishte për një mesazh për gjithë qytetarët e vendit tonë. Ju faleminderit. Ju faleminderit edhe juve që na jepni rastin, mundësinë edhe kohën për të komunikuar me qytetarin. Ju faleminderit.